Në Shqipëri, ndërkohë, autoritetet më të larta të vendit dënuan me ashpërsi sulmin e mbrëmshëm në raportin e Stambollit. Mesazhet e tyre të ngushëllimit i bashkojnë ndjenja e solidaritetit me Turqinë, ndërsa u ritheksua se Shqipëria do të vazhdojë të jetë e rreshtuar në luftën kundër terrorizmit. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë Armand Mero. Përmes deklaratave zyrtare apo rrjeteve sociale, autoritetet dhe klasa politike në Shqipëri dënojnë një zëri sulmin e rënd terrorist të ndodhur mbrëmë në Turqi në aeroportin Kemal Atatürk të Stambollit. Kryeministri Edi Rama ishte ndër të parët edhe për shkak se avioni me të cilin ai udhtonte mbrëm nga Tirana drejt Turqisë, ku sot nisi një vizitë zyrtare në Ankara, ul në aeroport vetëm pak minuta pas atentatit. Keqardhje e thellë për jetët e pafajshme të humbura në këtë tjetër akt barbar të atyre që s'kan as zot, as shpresë dhe as vend mes njerëzve, shkroi pak pas ngjarjes zoti Rama. Nga ana e tij, presidenti i Bujar Nishani ju drejtua me një mesazh ngushëllimi homologut të turk Tayyip Erdogan, ndërsa shpreh shumë i tronditur dhe i revoltuar nga sulmet terroriste në aeroportin ndërkombëtar të Stambollit. Presidenti Nishani shtonte më tej se dënonte me forcë më të madhe këto akte të urryera terroriste që përgjakën muajin e shenjtë Ramazanit dhe synojnë të trembin e destabilizojnë Turqinë mike, duke shprehur më pas solidaritetin e popullit shqiptar në këto momente të vështira e kritike, theksonte në mesazhin e tij presidenti Nishani. Kryetari i Parlamentit Ilir Meta ju drejtuar gjithashtu homologut të tij turk, duke shprehur tronditje nga humbja e jetëve të pafajshme. Sulmi në Stamboll, shkruar më tej në mesazhin e tij zoti Meta, është goditje ndaj gjithë njerëzimit dhe ndaj vlerave që na bashkojnë. Shqipëria dhe populli shqiptar qëndrojnë për krajush gjatë këtij momenti të errët dhe të dhimbshëm, shpreh zoti Meta duke e konfirmuar se Shqipëria mbetet e palëkundur në angazhimin kundër terrorizmit. I njëjti angazhim dhe vendosmëri për të qenë së bashku në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm theksohet edhe në deklaratën e Ministrisë së Jashtme shqiptare, duke e konfirmuar solidaritetin me Turqinë. Një solidaritet i nënvizuar dhe nga kryetari i opozitës Lulzim Basha, sipas të cilit sulmi terrorist në aeroportin e Stambollit që ka marrë 10 jetë të pafajshme është një lajm i rënd për çdo shqiptar. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.